Kur ka kaluar një javë nga vrasja 50 vjeçarit Edmond Sula në Bërxull, autori i dyshuar që e qelloi me tek plumb akoma mbetet mister. Mënyra e atentatit e bën të vështirë gjurmimin e tij të paktën deri në këtë fazë të hetimit, pavarësisht këshyrjes së kamerave të sigurisë, në një rrezë të gjerë në zonë asgjë nuk shërbeu për lokalizimin e tij. E shkuara problematike dhe shumë konfliktuale 50 vjeçarit Sula e ka komplikuar edhe më tej hetimin për zbardhjen e ngjarjes, duke shpërndarë në pista të shumta që kërkojnë verifikim të detajuar. Megjithatë, deri më tani, hetimet për pistat e konflikteve me shumë njerëz rezultuan pa ndonjë të re. Ditët e fundit, disa elementë të rinj të mësuara nga burimet të brendshme i kanë dhënë policisë një pistë të re. Antikrimi në Policinë e Tiranës mësoi se Edmond Sula ishte bashkaksioner në një kompani të licencuar për kanabisin mjekësor në Maqedoninë e Veriut, vend ku kjo mënyrë biznesi është e ligjshme. Dyshimet janë për ndonjë konflikt të mundshëm në këtë biznes, edhe pse deri tani nuk ka ndonjë provë bindëse. Autoritetet shqiptare pritet u drejtohen homologëve maqedonas zyrtarisht për informacione më të detajuara të aktivitetit të Sulës në këtë vend. Në varësi të përgjigjes, hetimi mund të marrë rrjedhë konkrete në këtë pistë ose jo. Edmond alias Ali Sula po hetohet për konflikte të mundshme në komunitetin ku jeton, dyshimet mbi dhënien e parave me fajde në zona të ndryshme në Fushkruj dhe Vor, si dhe konflikte me biznesin e shitblerjes së pronave që kishte në pronësitë e tij. 50 vjeçari sapo kishte parkuar makinën pak pas mesnatë në Bërxull dhe po shkonte në shtëpi kur nga pas u qellua me një plumb. Autori nga mënyra se si ka vepruar ka pasur informacion të detajuar të lëvizjeve të tij duke e pritur nëpër shkurre aty pranë. Në zonë nuk u dëgjuan të shtëna, ndërsa dyshimet janë për përdorim të snajperin e atentat, si dhe vrasës me pagesë. Një kamera sigurie tregon duke u larguar në këmbë nga vendi i ngjarjes, por nuk përjashtohet mundësia që të jetë pritur nga ndonjë makinë për të larguar pa lëngjurmë autorin e ngjarjes.